Policia po heton shkaqet e incidentit që ndodhi të mërkurën e kaluar në palestrën sportive Dituria në Saraj. Disa nga tifozët e klubit të basketbollit të Liria të akuzuar për prishje të rendit në ndeshjen me MZ Skopjen, sot u paraqitën në stacionin policor të Gjorgje Petrovit. Tifozët e klubit Liria kanë theksuar se nuk e kanë shkaktuar incidentin, por se një gjë të tillë e kanë nxitur disa nga pjesëtarët e policisë. Nuk di arsyen për çfarë jam i ftuar. Më thanë se isha involvuar në rast, po unë nuk kam qenë as pak involvuar. Hetimet thanë se do të vazhdojnë, ka dhe persona të tjerë që janë në kërkim. Për mu kjo sot mbaroi me disa pyetje, thanë se do të vazhdojnë, nëse kanë nevojë për meje, do të më thrasin të më pyesin. Kishin disa fotografi dhe video incizimin që nuk ma treguan, thanë që analiza do të bëhen në VM dhe do të tregojmë se çfarë ka ndodhur. Nga stacioni policor në Gjorgje Petrov të Shkupit njoftuan se hetimet do të vazhdojnë dhe se në ditët në vazhdim do të ftohen në biseda edhe persona të tjerë për të cilët dyshohet se kishin prishur rendin në këtë ndeshje të basketbollit. Policia, përveç disa prej personave të grupit të tifozëve shfercerat, kallëzime kundër vajtës e ka dërguar edhe në adresë të kryetarit të klubit të basketbollit të Liria për organizimin e dobët të ndeshjes.